Në epokën digjitale, informacioni qarkullon me shpejtësi të jashtëzakonshme. Por, bashkë me informacionin, përhapën edhe dezinformatat, përmbajtjet e rreme, të manipuluara ose të nxjerra jashtë kontekstit, të cilat synojnë të ndikojnë emocionet, bindjet dhe sjelljet e publikut. Një nga pasojat më shqetësuese e këtij fenomeni është ndërlidhja e dezinformimit me ekstremizmin, veçanërisht me ekstremizmin e djathtë dhe atë fetar. Dezinformimi i lidhur me këto forma të ekstremizmit ndërton narrativa përjashtuese. Në rastin e ekstremit të djathtë dhe ultranacionalist, këto narrativa shpesh bazohen në idenë e kërcënimit ndaj identitetit kombëtar, viktimizimit historik dhe glorifikimit të së kaluarës. Ndërsa në rastin e ekstremizmit fetar, dezinformimi shfrytëzon besimin për të legjitimuar përjashtimin, intolerancën dhe në raste të caktuara edhe dhunën. Feja në vete nuk është burim ekstremizmi. Ajo bëhet e tillë vetëm kur keq përdoret dhe instrumentalizohet për qëllime ideologjike ose politike. Këto narrativa përhapen kryesisht përmes mediave sociale dhe platformave digjitale, përfshirë hapësira të mbyllura komunikimi. Algoritmat që favorizojnë përmbajtjet emocionale dhe polarizuese e përshpejton procesin e ekstremizmit, duke bërë dezinformimin më të dukshëm dhe më tërheqës. Për të shmangur kontrollin dhe për të komunikuar mes ndjekësve, këto grupe përdorin kode, shprehje dhe tema të caktuara, si mbrojtja e identitetit, traditat në rrezik, kërcënimi nga tjetri. Këto terma krijojnë ndjenjë frike, solidariteti të rrem dhe justifikim moral për përjashtimin e të tjerëve. Në Kosovë, shtrirja e ideologjive ekstreme në internet po krijon një polarizim të theksuar shoqëror. Përmes platformave online, po tentohet imponimi i një modeli strikt jetese, ku çdo alternativë tjetër shihet me mosbesim, e cila shpesh po ndërlidhet me identitetin etnik dhe kombëtar. Narrativat e ekstremit të gjatë dhe radikalizmit virtual janë jashtëzakonisht shumë duke shpërndarë në rrjetet sociale dhe platforma online. Ndërsa narrativa kryesore që shpërndahet nga këto grupe është promovimi i një jete të vetme tradicionale dhe fetare. Dhe çdo që mbetet jashtë këtij përkufizimi paraqitet si kërcënim. Ky fenomen shoqërohet shpesh me një kundërvënie të drejtpërdrejtë ndaj institucioneve dhe grupeve që përfaqësojnë diversitetin. Diskursi i përdorur synon të delegjitimojë vlerat demokratike dhe të drejtat e njerëzit, duke i paraqitur ato si të huaja apo të imponuara nga jashtë. Ata zakonisht targetojnë institucionet publike, që sipas tyre janë duke promovuar një jetë perëndimore që vjen në kundërshtim me vlerat tradicionale dhe fetare. Ata gjithashtu promovojnë një gjuhë antigjinore, duke i targetuar komunitetin LGBTI dhe feministët aktiviste. Ndikimi i këtyre mesazheve është më i ndjeshëm te shtresat që gjenden në udhkryqjet e jetës. Pasiguria ekonomike dhe procesi i formimit të identitetit krijon një terren ku premtimet për orientim dhe stabilitet nga grupet ekstremiste gjejnë hapësirë. Ndërsa grupet më të sënueshme nga narrativat ekstremiste mbeten persona të cilat përballen me probleme sociale dhe ekonomike, dhe sidomos të rinjt, që janë në fazat të para të ndërtimit të identitetit të tyre personal, politik dhe publik. Dhe ata janë në kërkim të pyetjeve shumë komplekse dhe gjithashtu orientime. Dhe kjo i bën të hapur ndaj mesazheve që vijnë nga grupet ekstremiste. Prandaj të rinjt mbeten si një ndër grupet më të cënueshme nga narrativat ekstremiste dhe grupet ekstremiste. Në këtë mënyrë, dezinformimi nuk mbetet thjesht një problem informacioni, por shndrohet në faktorë që ndikon drejt për drejt në kohezionin shoqëror dhe sigurinë. Polarizimi, mosbesimi ndaj institucioneve dhe normalizimi i gjuhës përjashtuese krijojnë kushte që mund të favorizojnë përhapjen e mëtejshme të ekstremizmit. Parandalimi i këtij fenomeni kërkon investim të vazhdueshëm në edukim medial, forcim të mendimit kritik dhe mbrojtje aktive të vlerave demokratike.